إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Të flasim disa mësime inshallah me ndihmën e Allahut xhalla wala rreth formës namazit, pra përshkrimi i namazit dërguarit sallallahu alaihi wasallam, mënyra se si ai është falur nga fillimi, pra nga Allahu Akbar deri në fundin e namazit, deri tek selam. Do lexojmë pra gjatë këtyre ligjëratave apo mësimeve prej librit Sheikh Albanit, Allahu mëshiroft, forma namazit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Normal, pra që ta keni parasysh, shehu këtë libër ka një, pra është i ndarë, si më thonë, një pjesë që quhet origjina e librit, baza e librit që është 3 vëllime. Nga kjo bazë shehu ka përmbledh pra një libër me një vëllim, pastaj nga pra ky është libri me një vëllim, nga ky libri me një vëllim ka përmbledh, ka shkruar këtë librin e vogël. Normal, baza do jetë ky shkurtimi i shkurtimit, pra që do lexojmë, por gjithashtu do lexojmë dhe prej pra 2 librave të tjerë. Do marrim dobi inshallah me ndihmën e Allahut. Pra mbasi ka bë hyrjen shehu, thotë më kanë sugjeruar pra shumë vëllezër, miq të mi, që ta shkurtoj pra librin tim Forma e namazit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga tekbirin selam, sikur ti e sheh atë, pra ta shkurtoj dhe ta bëjmë sa më të kuptueshëm tek njerëzit e thjeshtë. Kur e pash thot si sugjerim të begat, gjithashtu përputh me atë që un kam pas veten time, kjo thot më inkurajoi që un të shkpus pak prej kohës time, pra me gjithë punët e mëdha që kam, pra për ta realizuar këtë gjë. Tregon shehu se çka ka bëu ky libër derisa thot Allahu mëshiroft, pra te ky libër un kam bërë të qartë për çdo çështje që kam përmendur, gjykimin e asaj çështje. A është kusht ose a është shtyll, do të thotë më mbrapa këtu, a është shtyll, a është obligim. A është shtyll, a është obligim. Momentin që hesht, pra unë nuk e tregoj këtë gjë, nuk flas, nuk e sqaroj gjykimin, do thotë që është prej syneteve. Ka raste kur ka mundësi që t'jetë obligim, por se që ta presësh dhe t'japësh gjykimin përfundimtar, kjo bie ndesh thot me saktësinë studim. Pastaj tregon dallimin mes shtyllës dhe kushtit. Shtylla, çfarë shtylla? Pra shtyllat e namazit. Shtylla thot është ajo gjë që nuk plotësohet gjëja vetëse me të. Nëse ajo nuk ekziston, do të thotë që prishet ajo që është shtyllë. Në këtë rast, nëse shtylla nuk ekziston, prishet kush? Namazi. Pra, prishet ajo që është shtyllë në të. Si për shembull, rukuja. Rukuja është shtyllë. Nëse ti nuk bën ruku namaz, atëherë namazi yt është i prishur. Është pra i prishur. Kurse kushti është si shtylla, por se është jashtë. Pra, kushtet janë jashtë namazit, shtyllat janë brenda namazit. Jep shembull si abdesi për shembull për namazin. Abdesi çfarë quhet? Quhet kusht i namazit. Kurse rukuja quhet shtyllë e namazit. Pra bën shehu dallimin mes kushtit dhe shtyllës. Allahu mëshiroft. Pastaj thot, kurse wajib, pra obligim, është ajo gjë që është urdhëruar në Kur'an dhe Sunet, por se nuk ka argument se është kusht apo shtyllë. Shpërblehet ai që e vepron dhe dënohet ai që e le, vetëse kur ka justifikim. E njëjta gjë është farzi. Pra sheku po thotë tu si farzi, farz, kur themi ne kjo gjë është farz, është e njëjta gjë, wajib dhe farz kanë të njëjtin kuptim. Pra si wajib, si farz, si wajib, si fard, i thon arabisht. Dhe që të bëjmë dallim mes farzit dhe vajibit, ky thot është një term i ri, thot, nuk ka argument për këtë. Po ndaloj, pra s'po flasim shumë se pra kush e ka këtë lloj termi etj. Pastaj thot, syneti
Pra kush është syneti? Synetet e namazit në këtë rast janë ato që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose adhurimi përgjithësi, jo vetëm namazi, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka bërë ato, pra i ka vazhduar duke i kryer ato, o gjithmonë ose në shumicën e rasteve, por se nuk ka urdhëruar me urdhër të prerë, urdhër që tregon me që kjo gjë është obligim. Pra çdo syneti, diçka që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë vazhdimisht, o pothuajse gjithmonë e ka kryer, ose e ka bën shumicën e rasteve. Por se nuk ka ardhur argument që tregon që pejgamberi sa ka urdhëruar për këtë gjë. Pra nuk është ngradën e kujt, nuk është ngradën e vajxhibit. Atëherë i bi që është synet. Thotë shpërblet ai që e vepron, nuk dënohet ai që e le, as nuk qortohet. Kurse hadithi që përmendin disa fanatik, disa pasues verbërzi që thonë se sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që kush e le synetin tim nuk e prek atë ose nuk e kap atë shefati im, ky thot nuk ka bazë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra nëse ngjoni ndonjëherë këtë që kush le synetin tim nuk arrin shefatin tim, atëherë ky thot shehu nuk ka bazë prej dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, përderisa është këtë gjendje, nuk lejohet pra thuhet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nga frika se mos shpifin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush thot për mua diçka që s'e kam thënë, të përgatisi një pra ndenjse apo vend në zjarr. Pra kjo është shumë e rëndësishme, pra që besimtari ta ketë parasysh gjithmonë kur thu diçka që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë këtë gjë, duhet sigurohesh që ai hadith që ti po thu të jetë i saktë. Se përndryshe kujto gjithmonë këtë hadith, dhe ky hadith është prej pra haditheve mutawatira, pra hadithe që kanë ardhur nga shumë rrugë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra siç thot ato dietat kur kanë përmend disa shembuj të haditheve mutawatira, mimma tawatara hadithu man kadhab wa man bana lillahi baytan wahtasab. Pra prej haditheve mutawatira është ky hadith, ka filluar me këtë. Pra hadithe që kanë ardhur nga rrugë të shumta. Dhe një prej transmetimeve është ky që ka përmend shehu këtu, kush thot për mua diçka që unë s'e kam thënë, të përgatisi një vend zjarri Allahu na. Edhe kjo është këshill, ja u përsëris shpesh, ta keni kujdes sepse ngjon shumë musliman flasin për fe, thotë ka ardhi hadith kështu. Edhe nuk është i sigurt fare. Po ti pyesësh ku është ky, po thjesht se më mend ku e kam gjuhë. Jo, s'duhet të flasësh, duhet të sigurohesh. Edhe Sheikh Albani Allahu mëshiroft, kam gjuhë edhe të tjera, pra ku thotë mos thuaj për diçka që është hadith, derisa të sigurohesh që është ashtu. Qartë? Pa kjo është shill për gjithë ne. Pastaj thot, po ju them diçka shtesë, thot, se unë këtu, pra te ky libër, duke pasuar origjinën e këtij libri, dhe ju thash si ka ardhur, pra, kemi një libër me 3 vëllime, nga 3 vëllime një vëllim dhe nga një vëllim, është kjo, thot, pra duke pasuar dhe origjinën ose bazën e këtij libri, nuk kam pasuar një medhheb të caktuar prej 4 medhhebeve që pasohen. 4 medhhebet kush janë? Medhhebi Hanefi, Maliki, Shafii, Hanbali. Hanefi Abu Hanifa, Maliki, Malik. Shafii janë Imam Shafii, po me që i thash gjithaj më ashtu. Hanbalit janë Ahmedi. Allahu më shëroft gjithë. Pra unë nuk kam pasur thot një medhheb të caktuar, dhe ne do qëndrojmë pak te kjo. Pra kjo do jetë fillimi i temës sot. Thot, por se kam ndjek te ky libër rrugën e pasuesve të hadithit që pra i përmbahen marrjes, kapjes mbas çdo gjë që ka ardhur sakt nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe për këtë arsye medhhebi i tyre është më i fortë se medhhebi i tjerëve. Thot, siç ka dëshmuar për këtë, thot, ata që janë drejt dhe të paanshëm nga çdo medhheb, për tyre thot dietari Abul Hasanat al-Laknawi al-Hanafi, pra që ka thënë, pra ky është për dietarëve Hanefi, thot, si jo, pra për pasuesit e hadithit, e si mos jetë kështu, kur ata janë me të vërtet trashëgimtarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë përfaqësuesit e shariatit të tij në të vërtet, thot, na bashkoft Allahu, pra kur të ringjallemi në grupin e tyre, dhe na boft Allahu që të vdesim duke i dashur ata dhe të ndjekim historinë dhe rrugën e tyre. Amin. Pastaj thot, e mëshiroft Allahu Imam Ahmed ibn Hanbal, kur ka thënë, pra dinun nebi Muhammedun akhbaru, pra feja Muhammedit sallallahu alaihi wasallam janë akhbaret, pra janë hadithet, transmetimet që kanë ardhur, sa mjeti mirë, pra më të je zakonisht është ajo kafsha që ti e kalëron ose i hip sa për të shkuar në një
në një synim ku ti do të shkosh, destinacion. Pra këtu thot, sa e mirë është që ti të përdorësh, këtu ku po shkojmë, destinacioni janë ku është, pra drejt Allahut, drejt ahiretit. Sa thot, pra mjet i mirë për djaloshin është pasimi i haditheve, mos u largo nga hadithi dhe njerëzit e hadithit, sepse mendimi është natë, kurse hadithi është ditë. Ndoshta thot djaloshi, është poezike, ndoshta djaloshi thot, pra nuk i di, ose djali nuk i di gjurmët e udhëzimit, transmetimet e udhëzimit, ndërkohë që dielli thot, pra është i shfaqur, ka lindur dhe ka dritë të madhe. Shife kur është data, në Damas 26 Safar 1392. 1392. Muhammed Nasruddin Albani, Allah më shëroft, e bëf për banorëve të xhenetit. Pastaj thot, pra ka fillu pika e parë drejtimi nga Qabja. Drejtimi nga Kabja. Këtë inshallah do flasim herës tjetër. Ne pra fillimin do qëndrojmë te kjo, tek pasimi mëdhëbeve, që shehu thot unë s'kam pasu një mëdhëb pra të saktuar një, dhe lexojmë pak pra fillimin e këtij libri tjetër që është më i gjatë, që për këtij është shkurtuar ky libër që është më i vogël. Lexojmë pak fillimin e këtij sepse ka ca dobi. Thot Allah më shëroft, masi ka bë hyrjen. Bismillahirrahmanirrahim. Lavdërimet, falënderimet i takojnë Allahut, që ka obliguar namazin për robët e tij, i ka urdhëruar ata që ta kryejnë atë në formën më të mirë. Pra dhe hyrjen gjojni. Thot, e ka lidhur suksesin, shpëtimin me atë ose për atë që është i përqendruar dhe i përulur, e fal namazin me përqendrim dhe me përulje. Dhe e ka bërë atë, pra namazin, dallues mes imanit dhe kufrit. E ka bërë namazin ndalues nga veprat e këqija dhe gjunafet. Lavdërimet dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi pejgamberin ton, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pra që Allahu xhallahu ala ju është drejtuar atij duke i thënë: "Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim." Kemi zbritur ty Kur'anin që ti sqaros atyre njerëzve atë që u ka zbritur. Thot Sheikh Sadi te ky ajet, pra të kemi zbritur ty Kur'anin që në të ka përkujtim për çdo gjë që ka nevojë robrit, pra njerëzit dhe xhindët, kuptohet, prej çështjeve të fesë tyre, dynjas tyre, të dukshme dhe të fsheta. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, që ti sqaros njerëzve atë që u ka zbritur. Kjo përfshin ti sqarosh atyre tekstet dhe ti sqarosh atyre kuptimet e teksteve. Pra ti sqarosh tekstet dhe kuptimet e teksteve. Ola Allahum yatafakkarun, që të meditojnë, pra të nxjerrin prej thesareve, prej dijeve, pra sipas mundësive të tyre dhe se sa ata i drejtohen pra Kur'anit. Kurse Imam Ibn Kathir rahimahullah thot: "Wa anzalna ilayka dhikr", pra të kemi zbrit ty dhikrin, pra që është Kur'ani, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, që ti sqarosh njerëzve se çai ka zbrit aty prej Zotit tyre, sepse ti e di atë që Allahu xhallahu ala të ka zbrit, ti përpiqesh për këtë gjë, ti e pason atë, gjithashtu ne e dim që ti je krijesa më e mirë, je zotëria e bijve të Ademit, ti sqarosh atyre pra gjërat pra që kanë nevojë për sqarim, wala allahum yatafakkarun, pra që ata të meditojnë, ta shohin veten e tyre, të meditojnë veten e tyre, të udhëzohen dhe të shpëtojnë, pra të arrijnë shpëtimin dhe fitoren si këtë botë si në ahiret. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kryu këtë detyrë ashtu siç duhet, dhe namazi ishte nga gjërat më të mëdhaja që ai ia sqaroi njerëzve me fjalët e tij dhe me veprat e tij. Pra shtylla e dytë mbas shahadetit. Thot sa është fal një herë mimber, është ku hyn imami ditën e xumas, thot u fal mbi mimber, pra qëndroi në këmbë, bëri ruku, më pas u tha atyre që unë e veprova këtë gjë që të merrni si shembull dhe të mësoni namazin tim. Majni me se këto është shumë e rëndësishme. Pra për veten tuaj dhe nëse do ta sqarosh dikënd. Për shembull, alayhis salam kur bën diçka në namaz, ti thosh pejgamberi sa është fal. Është fal mimber, ka treguar se si është fal. Ti kjo gjë, kjo formë që ti bën namaz, e ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo s'e ka bë? Pra shife, e kam bë këtë gjë
Ngjoni, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e veprova, e bëra këtë gjë që ju të merrni si shembull dhe ta mësoni namazin tim. Dhe na ka obliguar ne që ta marrim shembull, ka thënë gjithashtu, faluni ashtu siç më keni pa mu të falem. Faluni ashtu siç më keni pa mu të falem. E kjo është shumë e rëndësishme. Pra çdo gjë që ti bën, duhet sigurohesh për këtë. A është fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu siç po falesh ti? Ka përgëzuar atë që e fal namazin siç është fal ai sallallahu alaihi wasallam, se ai ka premtim prej Allahut se do futet në xhenet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 5 namaze i ka bërë Allahu ato farz, i ka obliguar ato Allahu azza wa jall. Kush merr abdes sa më mirë, në formën më të mirë, i fal ato namaze në kohën e vet, e plotson rukun, sejdën dhe pra përshëndrimin, përkushtimin namaz, ai ka premtim prej Allahu xhalla wala se Allahu do ta falë atë. Nëse nuk e bën këtë gjë, ai nuk ka premtim prej Allahut, do Allahu e fal, do e dënon. Qartë? Pra, ky hadithi normal shehu ka përmend këtu, por se për shembull që ta keni një nga ku është te Ebu Daudi me numër 425. Pra, është thënë te komenti i hadithit ku i ka obliguar Allahu këto 5 namaze, kush e merr abdesin formën më të mirë, pra duke u kujdesur për farzët e abdesit, për synetet e abdesit, i fal këto namaze në kohën që e zgjedhur që është koha më e mirë, pra në kohën më të mirë të namazit, dhe plotson rukun e tyre, pra rukun e namazit me kushte siç ka ardhur, me synetet si me fjalë, si me vepra, wa khushu'ahunna. Kjo që unë ja u përktheva si përqendrim namaz, për kushtim namaz, ka thënë që të jetë zemra prezente dhe zemra të jetë e qetë namaz, atëherë ky person ka premtim prej Allahu xhallahu ala që Allahu do ta fali. Përndryshe, pra shife çfarë thotë, nëse nuk e bën, pra on form, pra se bën fare, ose nuk e bën formën e duhur, thotë, pra nuk ka premtim prej Allahu xhallahu ala, do Allahu xhallahu ala e fal, do e dënon. Ngjoj si thotë e fal me mirësinë e tij dhe e dënon me drejtsinë e tij. Pra, po të fali, kjo është nga mirësia Allahu xhallahu ala, po dënoj është drejtësia Allahu xhallahu ala. Po e përsërisim dhe hadithin, 5 namaze i ka obliguar Allahu xhallahu ala, kush pra merr abdes në formën më të mirë, e fal namazin, pra në kohën e vet, plotson rukun, për kushtimin, shehu këtu të rukua hunne, o sujuda hunne. Pra te Ebu Daudi është rukuja. Këtu, pra kush plotson rukun, sejdën dhe, pra përshëndrimi namaz, ky person, pra ka premtim prej Allahu xhallahu ala që do ta fali atë, dhe kush nuk e bën këtë gjë, nuk ka premtim prej Allahu, do Allahu e fal, do e dënon. Pastaj thot, pra flet për sahabët, pra që i kanë marrë, na kanë transmetuar në adhurimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, namazin e tij, fjalët e tij, veprat e tij, dhe e kanë bërë thot, pra këtë gjë e kanë bërë rrugë të tyre. Pastaj tregon një nga shkaqet që ka shkruar këtë libër, Allahu më shëroft, është që kur mbarova thot për leximit ose për kapitullit namazit të librit Targhib ut Tarhib, Mundhiriut, Hafidh Mundhir rahimahullah, ja mësova ose ja shpjegova këtë libër disa vëllezër tan selefi, thot para 4 viteve, na u bë qartë gjithë dhe thot se namazi ka një pozitë të rëndësishme. Dhe se çfarë shpërblimi ka ai që e krye namazin ashtu siç duhet. Dhe prej haditheve ngjohe, prej haditheve thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që robi fal namazin dhe nuk i shkruhet prej namazit vetëse 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, gjysma. Thon pra dietarët e komenti hadithit, thot pra robi mbaron, pra shkputet nga namazi i tij dhe nuk është shkruar ti prej namazit të tij vetëse 1/10. 1/10 e kujt? 1/10 thot e shpërblimit. Pra mund të falësh namaz, sa mora nga ky namaz që ti falet, 1/10 e shpërblimit. Pra ka shpërblimi namazi, ti morë vetëm 1/10, 1/9, 1/8. Në kështu me radhë, thot pse? Sepse thot,
nuk i ke kryer siç duhet shtyllat, rregullat e namazit, për atë përqendrimin namaz, pra për uljen namaz. Qartë, pra ky person mund dali nga namazi dhe nuk i është shkruar për shpërblimin e namazit, vetëm një 10, një 9 e kështu me radhë. Ndoshta thot nuk mund t'i shkruhet asgjë, sepse nuk i pranohet siç ka ardhur, thot siç ndodh prej disa prej atyre që falën. Prandaj robi duhet ta ketë kujdes të gjë. Mund të falesh dhe nuk merr vetëm një 10 në shpërblimit. Qartë? Me që shehu përmendi librin, përmendi hadithet që i ka shty shehun që ta bëj këtë libër, pra ta shkruaj këtë libër, unë mendova që shpresoj na bëj dobi të gjithëve, t'ju lexoj disa nga këto hadithe që kanë ardhur te ky libër. Disa, se ka shumë, unë zgjodha disa. Për këtyre haditheve, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar pra siç janë këto, pra një hadith për tregon për vlerën për atij që plotson pra abdesin, e merr abdesin në formë më të mirë, e fal kohën e vet, rukun, sujud, atë sejdën, edhe për kushtimin ose përqendrimin në namaz. Gjithashtu, pra ka ardhur për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se ai ka thënë: "Mlajmëroni, a e shihni nëse ndonjëri prej jush do kishte në derën e tij një lum, që të laheshte te ky lum 5 herë në ditë, a do ngelte diçka prej pastërtive?" I than, jo, asgjë prej pastërtive nuk do ngelte i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Kështu thot është shembulli 5 namazeve. Allahu të fal, pra të fal gjunafet. Gjithashtu ka përmend hadithin tjetër, të dy këto hadithe transmeton Abu Huraira radhiyallahu an, se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë 5 namazet. Xumaja në xuma. Pra falin çdo gjë që ndodh mes tyre, përderisa robi nuk bën gjunafet mëdha. Gjithashtu për këtyre haditheve është, thot Ebu Uthmani, isha tek Selmani radhiyallahu an, ishim në një pemë. Thot, mori një deg të thatë, pra e kapi një prej degëve dhe filloi ta shkunte atë deg. Derisa i ran, thot, atë pra, dega ishte tha dhe kishte akoma gjethe. Momenti që e shkundi Selmani radhiyallahu an, ran gjitha gjethet ose ran gjethet. Dhe tha, o Ebu Uthman, a nuk po më pyet se pse e bëra këtë gjë? Ai më tha, pra tha Ebu Uthmani, pse e bëre këtë gjë? Tha se unë kështu kam pat bonte i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Pra isha unë dhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam në një pemë dhe ai pra mori një prej degëve thata dhe e shkundi atë derisa i ran gjethet dhe tha, o Selman, a e di ti pse e bëra këtë gjë? I thash, pra pse e bëra i dërguar sallallahu alaihi wasallam? Tha sallallahu alaihi wasallam, besimtari kur merr abdes në formën më të mirë, më pas fal 5 namazet, i bin atij gjunafet, ashtu siç ran këto gjethe. I bien gjunafet siç ran këto gjethe. Dhe lexoj ajetin aqimis salata tarafay an-nahar wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin. Pra falë namazin 2 skajet e ditës, pra dhe një pjesë prej natë, me të vërtet të mirat i fshin këqijat. Hadith tjetër ka thënë sallallahu alaihi wasallam, ju thash disa, ka shumë, unë thjesht kam zgjedhur disa. Lut Allahun që pra na nxjisi ne për të kujdes për 5 namazet. Gjithashtu ai që ka mangësi te këto, pra që ka mangësi me namazet, ta bëj Allahu xhelalu ala të japi sukses që të jetë për atyre që i falin 5 namazet, duke i ditë këto vlera pra që ka namazi. Por se gjithmonë pra ajo që ta falësh siç e ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ky është qëllimi që shehu ka shkruar librin, Allahu është shpërbleft dhe bof për banorëve, Allahu është shpërbleft dhe bof për banorëve të xhenetit. Ka thënë sallallahu alaihi wasallam, hadith që transmeton Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu an, thotë ju digjeni dhe digjeni. Thonë dietarët, po çfarë thotë digjeni dhe digjeni? Pra ju bini shkatrim për shkak gjunafeve shumëta që ju bëni. Pra digjeni. Pra kur robi bie në gjunafe, kjo është shkak që robi digjet që të shkatrohet Allahu në rrit. Thotë kur ju falni sabahun, sabahu thotë, pra përdesa përdori thatar digjeni, thotë sabahu i la këto gjunafe. I fshin këto gjunafe. Thotë për pas ndodhe njëjta gjë. Kur ju falni drekën, dhuhrin, ylen, lahen këto gjunafe. Pra falen këto gjunafe. Pastaj ndodhe njëjta gjë, pra digjeni, bini shkatrim për shkak gjunafeve që bëni. Kur falni asrin, ikindin, mbas ditën,
thot falen, lahen këto gjunafe. Pastaj ndodh të njëjta gjë. Kur falni magribin, pra akshamin, thot lahen, falen këto gjunafe. Pastaj ndodh të njëjta gjë, kur ju falni ishan, yatsin, namazin e darkës, lahen dhe fshihen këto gjunafe. Pastaj thot flini dhe nuk shkruhet për ju asgjë derisa të zgjoheni. Qartë? Normal, shifni vlerën e namazit. Gjithashtu prej haditheve që ka përmend pra Imam Mundhir rahimahullah dhe gjithaj ka saksuar Sheikh Albani këto, pra gjitha janë sakta që po ju lexoj, sepse është po ju lexoj nga Sahihu Targhib wa Tarhib, hadith tjetër ku i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë gjëja e parë që do merret llogari robi ditën e gjykimit është namazi. Nëse namazi është në rregull, atëherë gjithë veprat e tij janë në rregull. Dhe nëse namazi nuk është në rregull, pra është i prishur, atëherë gjithë veprat e tij janë të prishura. Hadithin tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjëja e parë që do llogaritet, do merret llogari personit ditën e gjykimit është namazi. Shihet namazi i tij. Nëse namazi i tij ka qenë rregull, ai shpëton, nëse namazi i tij ka qenë i prishur, nuk ka qenë rregull, ai humb dhe shkatërrohet. Allahu na. Gjithashtu, pra ka përmend prej haditheve tjera ku Hurejthi thot, shkova në Medinë dhe thash, o Allah, më furnizo një shok të mirë. Shifë, rëndësia e shokut të mirë. Rëndësia që ai person që ti ulesh dhe rri me të tjetë robi hajri, që ti përfiton prej tij. Dhe të ketë kujdes si riu, si madhi, si vogli, të ketë kujdes nga shoqëria e keqe. Sepse shoqëria e keqe, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra si puna e farktarit, o do t'i djegë rrobat ose do ndjesh erë të keqe. Ju shlut Allahu. Pra ka bë dua. Pra kjo do thotë që ti mund të bësh dua Allahu xhallahu ala që t'japi mundësi, t'japi sukses që të ulesh dhe të shoqërohesh me njerëz të hajrit. Thot pra Hurejthi thot, thash o Allah, më furnizo, më jep sukses, pra që t'ulem me njerëz të hajrit, mirë. Thot u ula tek Abu Huraira, radhiyallahu anhu. Dhe i thash, un jam lutur Allahut që të furnizoj me një shok të mirë. Prandaj më tregon një hadith që e ke ngju nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam, ndoshta Allahu më bën dobi me atë hadith. Thot, pra tha Abu Huraira radhiyallahu anhu, kam ngjuar dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam që ka thënë: gjëja e parë që do merret llogari robi ditën e gjykimit, pra prej veprave të tij është namazi. Nëse namazi është në rregull, ai person ka fituar, ka shpëtuar. Nëse namazi është i prishur, nuk është në rregull, ai ka humbur dhe është shkatruar. Nëse ka mangësi në farzet e tij, thot Allahu i lartësuar, shihni, a ka Allahu di gjithçka, shihni, a ka robi im, pra nafile, synete, që të plotësoni me to mangësitë që ai kanë farz, pastaj thot gjithë veprat e tij tjera, thot janë kështu. Hadith tjetër, edhe përmendëm ose u përmend te hadithi i parë që ka përmend shehu këtu për sa i përket vlerës, pra kush i fal, pra plotëson rukun, sejdën dhe khushu'ahun. Tham që zemra të jetë prezant, që ti të jesh i përqendruar dhe i përkushtuar namaz. Ngjoni çka ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra për hadithet që janë përmend këtu nga Abu Darda radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: gjëja e parë që do ngrihet prej umetit tim është përqendrimi në namaz. Sa nuk do shohësh dikën që përqendrohet namaz. Wallahu na ruaj. Pra tregon që pejgamberi sa ka paralajmëruar që do vijë kohë ku do ngrihet përqendrimi, nuk sheh falen njerëzit, ama nuk janë përqendruar namaz. Prandaj kemi kujdes gjithë secili nga ne, nga unë që flas dhe ju që ngjoni. Gjithashtu, pra një hadith që unë kam përmend po në formë tjetër, pra në transmetim tjetër, këtë herë po lexoj këtë transmetimin tjetër dhe me këtë e mbyllim. Vazhdojmë te fjala shehut mbas këtij hadithi. Thot Abu Huraira radhiyallahu an, ishin dy burra, pra min beli hay min quda, pra nga i filan fis, ka filan lagje. Thot u bën musliman në kohën me dërguarin sallallahu alaihi wasallam, dikush prej tyre era shahid. Dhe tjetri thot, pra u vënua dhe një vit mbas tij, pra vdiq një vit më mbrapa. Talha ibn Ubaydillah radhiyallahu an, pra faqala Talha ibn Ubaydillah, thot pash xhenetin. Thot dhe pash se ai personi që vdiq më mbrapa është futur në xhenet para ti shahidit. Do thot u habita nga kjo gjë dhe u gdhiva. Tregon që këtë gjë e kam pa në ëndër.
thot ja përmenda këtë gjë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose ju përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam diçka e tillë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë tha? A nuk ka agjëruar pas ti Ramazanin? A nuk ka falur 6.000 rekate dhe ka bërë këtë dhe këtë, pra ka fal kaq rekate? Më pas thot, mes këtyre të dyve, thot, ka distancë më larg se s'është distanca mes qiellit dhe tokës. Qartë? Këto janë disa nga hadithet, pra që ka përmend Al-Mundhir rahimahullah, pra tek ky libër, që sheku thot që pra na u bë qartë se namazi ka pozitë lartë pra në Islam. Dhe pra për atë që e kryen ashtu siç duhet, pra ka shpërblim të madh. Pastaj thot, prandaj unë i tërhoqa pra vëmendjen vëllezërve se ne nuk mund ta kryejmë namazin ashtu siç duhet, ose t'i afrohemi, pra ashtu siç duhet ose t'i afrohemi. Thot vetëm nëse pra do mësojmë mënyrën, formën për shkrimin e namazit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me detaje. Pra, duke mësuar obligimet, edukatën e namazit, formën e namazit, duat, dhikrin, që ne të përpiqemi ta kryejmë atë namaz ashtu siç duhet. Atëherë ne shpresojmë që ky namaz na ndalon nga gjunafet, nga veprat e këqija, do flasim në fund librit e ka përmend shehu këtë ajet, thotë dhe që të na shkruhet ne shpërblimi që ka ardhur për namaz. Atëherë, përderisa kjo me detaje nuk e kanë mundësi shumë njerëz, madje edhe shumë prej dietarëve, sepse mund të kufizohen me një mëdhëp të caktuar dhe e di që çdo kush që si më thoni përkushtohet, merret me shërbimin e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta mbledhë atë dhe ta kuptojë atë, e di se çdo mëdhëp, i përmendëm 4 mëdhëpet, çdo mëdhëp ka synete që nuk mund ta gjesh në mëdhëpin tjetër. Gjithashtu kanë librat e mëdhëpeve disa gjëra, thuan disa hadithe që nuk janë sakta për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sidomos në librat e këtyre pra dietarëve të fundit mëdhëpeve. Pra, mund thon për diçka që e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo nuk është ashtu. Pastaj më poshtë, pra lam diçka, më poshtë thot, përderisa ta njohësh të me detaje, shumë njerëz nuk e kanë mundsinë, atëherë unë kam shkruar këtë libër. Allah është shpërbleft. Pra, po tregon shkakun pse e ka shkruar këtë libër. Thotë që ju të mësoni formën e namazit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të uzojeni me uzimin e tij namaz dhe të shpresojmë prej Allahut xhalla wala që të arrijmë atë që ai na ka premtuar në gjuhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, marrim shpërblimin, tani këtu shpërblim tjetër që shehu shpreson për këtë që ka bë, të marrim thot shpërblimin e Allahut që na ka premtuar në gjuhën e dërguarit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush thret në uzim, ai thot ka shpërblim, si shpërblimi i atij që e pason, nuk i mangësohet atyre shpërblimi fare, nuk pa ju mangësuar shpërblimi atyre fare. Edhe ne lutim Allahun që ta marrë shehu këtë shpërblim, edhe Allah është shpërbleft. Pastaj, pra kalojmë të zgjedhim disa prej dobive të këtij libri, jo të gjithë, sepse gjithë shkon shumë, pra që të përqendrohemi te forma namazit, por se unë e shoh dobishme që t'ja u lexoj pak nga fillimi. Thot, Allah më shëroft, kur unë vendosa këtë metodologji thot për veten time, që është kapja sipas ose kapja me sunetin e sakt, jam munduar thot si te ky libër dhe librat e tjerë, pra gjëra që do këto libra që do hapen te njerëzit, unë e di thot, sepse kjo gjë, pra po kape me sunetin e sakt, e di që kjo gjë ose me këtë gjë nuk do kënaqen gjithë, me dhepet apo grupet. Disa prej tyre thot do mundohen që të më akuzojnë. Disa prej tyre do shkruajnë duke më qortuar, por se s'ka problem për mua, se unë e di se kënaqësia e njerëzve është një synim, një qëllim që nuk arrihet. Gjoni mirë këtë. Unë e di, kush ka thënë kështu nga imamllarët? Imam Shafiu. Ka thënë ridhon nas, ghaetun la tudrak. Që ti bësh shefi njerëzve, kënaqësia e njerëzve është një synim, një qëllim që nuk arrihet. Edhe sheku po thotë unë e di fare mirë këtë. Pra, që po pasove synetin çdo gjë, pa sheku është mundu. Nëse ka qellu, sa probleme ka? Ka 2. Nëse s'e ka qellu, ka 1. Si gjithë dietarët, ama është mundu për këtë gjë. Prandaj thotë unë e di, thotë se kënaqësia e njerëzve është një synim, një qëllim që nuk arrihet. Pastaj ka thonë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kush kënaq njerëzit duke zemruar Allahun xhalla wala, do ta lejë Allah atë person, pra nuk do ta ndihmoj
nuk do ta përkrahej totalisht e njerëzit. Çështja e tij është e njerëzit, Allahu na rujt. Thot, siç ka thënë, pra ky është hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Para disa viteve ju kam lexuar koment këtij hadithi, por se e shoh nevojshme dhe dobishme që ta lexojmë prap tani. Në komentin e Kitabut Tauhid, Qurratu Uyunul Muwahhidin, komenti që ka bë imami dietari Abdulrahman ibn Hasan Kitabut Tauhid, Sheh Fozani ka thënë këtë fjalë. Edhe përdesa po ja përsëris, të thotë që unë e shoh goxha të nevojshme pra këtë fjalë dhe i shoh goxha dobishme që ju të meditoni. Duke u nis nga ky hadith. Pra që mos të jetë synimi yt, qëllimi yt i bësh shefi njerëzve se nuk e arrin dot këtë gjë. Dhe ki kujdes që të kënaqësh njerëzit duke zemruar Allah. Ngjoni këtë fjalë që thotë. Robi duhet që të kërkojë kënaqësinë e Allahut, edhe nëse njerëzit mërziten. Dhe ta di se dhe nëse mërziten, përfundimi e ardhmja do vi një ditë që ato do kënaqen. Kjo është diçka e provuar. Kurse ai që mundohet që të kënaqë njerëzit duke kundërshtuar Allahun ose qoftë duke kundërshtuar Allahun xhallahu ala, për shembull, duke lënë gjërat që Allahu ka urdhëruar. Pra, ka urdhëruar Allahu për diçka, ti s'e bën. Pse? Që ti bëhet çifi atij, mos mërzitet. Ati ose asaj. Mund të jetë gru, mund të jetë fëmijë, mund të jetë bab, mund të jetë shok, mund të jetë. Pra, duke lënë atë që Allahu ka urdhëruar, ose duke bërë diçka që Allahu ka ndaluar. Si dikush që nuk urdhëron për të mira, ndalon nga e keqja, për shkak që ti bëj qefi njerëzve, ose e le e thirrjen për tek Allahu që të kënaqen njerëzit, ose që mos i thon njerëzit që ky është i ashpër, ky është i nxituar, unë them ky është ekstremist, e tjera me radhë, thot ose ky s'di të flasë, e tjera. Pra i le këto gjëra për shkak që njerëzit mos ta thonë këtë gjë. Thot, këta njerëz, pra përfundimi do jetë që këta nuk do kënaqen me të. Madje ai që po e lavdëron sot, thot nesër do ta nënçmoj. Pra këti që i bën e qefi sot, mos u çudit mbas disa kohësh, ky do të nënçmoj. Pra atë që deshe se arrit. Vazhdon të thot Allahu e rujt, pra Sheh Fozani, thot besimtari nuk i intereson kjo, pra kënaqësia e njerëzve. Nuk i intereson atij fjalët e njerëzve. Ai nuk kërkon kënaqësinë e njerëzve. Besimtari kërkon kënaqësinë e Allahut xhallahu ala. Ai thot vërtetën dhe tek feja e Allahut, për hir të Allahut, nuk ka frikë nga qortimi i qortuesve. Ai vepron atë që kënaq Allahun, largohet nga ajo gjë që zemron Allahun. Thot, dhe njerëzit do kënaqen, qoftë në të ardhmen, kur ai person është në rrugën e tij qartë, menhexhin e tij e ka drejt, pra metodologjinë e tij, thot, nëse vjen dikush dhe do kundërshtoj për shkak të tekave, për shkak të hipokrizisë, thot nuk merret fare konsiderat, sepse njerëzit e logjikshëm, ata që kanë logjik, nuk e qortojnë ata për këtë gjë. Vetëm një person që është i luhatur. Pra, atëherë, vetëm nëse je i luhatur, kur arrin të bësh i luhatur, atëherë thot njerëzit do të qortojnë. Po që i luhatur, i herë kështu, i herë ashtu. Thot, nëse ti kënaq, do heshtin, thot, ndukje, sepse u përputhe i erdhë atyre mas fijeve. Pra, ti le diçka. Çfarë po thot? I urdhër të Allahut xhallahu ala, ti e le. Për shkak që ti bëhet shefi dikujt, të kënaqet dikush ose mërzitet dikush. Pra diçka që Allahu ka urdhëruar ti e le. Diçka që Allahu ka ndaluar ti e veprove. E gjitha kjo për hatër të njerëzve, që ata mos mërziten, që ata të kënaqen. Çfarë po thot shehu? Pra momenti që ti je këtë gjendje, këta persona ndoshta do heshin, nuk do të kritikojnë. Pse? Se erdhë mos fijes ti. Bërë atë që ai ka qef. Thot, pse? Sa ju përputh me tekat e tyre. Por se ata në brendësinë e tyre, thot, do tallen dhe do i nënçmojnë këtë njeri. Pa rregull, ai duket sikur është me ty, ama në vetvete, ai në brendësinë e vetes ti, thot shehu, e di. Dhe thot, ky person është pa parime. Ky person s'ka rrugë që ecën të. Ky person është imma. Çfarë është imma? Fjala e Abdullah ibn Mesudit. Pra imma është shkosh nga fryera. Pra kjo është mësim o vëllezër të mi për çdo kon që nuk ecën në të vërtetën. Pra ti po që ecën në të vërtetën, po ecën në të vërtetën. Pra ajo që ka qenë halal dje është dhe sot. Ai që ka qenë haram dje është dhe sot.
Ajo që ka qenë e vërtet dje është dhe sot. Ajo që ka qenë e kot dje është dhe sot. Pra jo i herë kështu, i herë ashtu, me lejen Allahu dhe ata që dalin kundra, mund t'jenë me kundërshtarin tënd. Ata po thotë shehu janë me atë kundërshtarin që ka kundërshtuar të vërtetën, se i ka ardhur mas fijes, po ata në brendësi thotë ky i herë kështu, i herë ashtu. Ai qartë. Ky thotë s'ka pra parime, ky person nuk ka i rrugë, ky është imma. Pra nëse njerëzit besojnë, ky beson, nëse njerëzit mohojnë, ky mohon, ose siç kanë thonë transmetime që ecën nga fryera. Thot, zemrat e robërve janë dorë të Allahut, nëse ti kënaq Allahun, do bëj Allahu që të kënaqen njerëzit me ty, nëse ti zemron Allahu, nëse ti e zemron Allahun xhallahu ala, do bëj Allahu që ata të zemrohen me ty. Ka thënë Allahu xhallahu ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Mos keni frikë për tyre, por se friksoni për meje nëse jeni besimtar. Pra, kjo është shenja e besimit që personi nuk ka frikë vetë se Allahun xhallahu ala dhe për hir të Allahut nuk ka frikë nga qortimi i qortuesve. Kurse shenja hipokrizisë e nifakut është që personi të ketë frikë nga njerëzit dhe i jep përparësi kënaqësisë tyre para kënaqësisë Allahut. Qartë? Kjo është e rëndësishme, pra ta keni parasysh këtë gjë, me që shehu e ka përmend këndin dhe unë e pash nevojshme t'ja u lexoj, dobishme për ju që t'ja u lexoj. Dhe i lavdruar thot është një poet që ka thënë, unë nuk shpëtoj nga qortimi i qortuesve, nga fjalët e atyre që më shajnë dhe më ofendojnë dhe pra më kritikojnë, edhe nëse jam në një shpellën e një mali të vështirë, pra nuk shpëton nga goja e atyre që do të kritikojnë, do të shajnë, do të ofendojnë, edhe nëse je thot në shpellën e një mali që është shumë i vështirë në hipje. Pra ku të shkosh, nuk të shpëtosh në jetë. Thot, wa man dha alladhi yanju min an-nas saliman, kush është ai që shpëton nga goja e njerëzve? Edhe nëse je i fshehur thot tek flatrat e zogut, pa ato të krahat e zogut kur fluturon, thot edhe nëse je i fsheh atje, prap nuk të shpëtosh në jetë. Gjithmonë do flasën. Por së rëndësishme është që ti të kënaqesh Allahun, mos zemrosh Allahun dhe të sigurohesh që ajo që rrugë që je ti ka qenë kush pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe sahabët. Kjo sigurohet. Jo duro vazhdo kur je tek e kota, jo vëlla unë ndryshoj, po kur je tek e kota ke obligim ndryshosh. Por se po themi për derisa je në sunet, rrugën e selefëve, rrugën e sahabëve, atëre qëndro te kjo dhe mos pra hiqe nga mendja këtë gjë që ti do shpëtosh nga gojet, si më thënë nga gojet e liga, nga qortimet, nga ofendimet, nga sharja, dhe të ka thënë shehu pra e lavdoron këtë poet që ka thënë, pra unë nuk do shpëtoj, kush është ai që shpëton, qoftë me mal, që me i shpellën e i malit ti këtë shkoj që shumë i vështirë, prap nuk do shpëtoj nga gojet e njerëzve. Edhe nëse jam tek flatrat e një zogu, prap nuk do shpëtoj nga njerëzit. Qartë? E ka përmend edhe vend tjetër shehu këtë. Ta lexoj edhe këtë se është e dobishme. Tek zinxhiri i haditheve të sakta, ka thënë, pra, ku shehu fillimisht, pra një hadith, për shembull mund ta ketë bëu për shembull dobët. Pra ka ardhur një rrugë hadithi, shehu ata hadithi ka konsideruar dobët. Ama ka ardhur rrugë tjera shumë dhe ka arrit shehu mos i farkojë gjykimin përderisa mbledh shumë rrugë, dobësia dobët, pra ka pa që ky hadith shkon gradën e hasan, pra i hadithi mirë që argumentohesh me të. Dikush këtë qëndrim shehut e ka qenë çfarë diçka kontradiktor. Pra shehu është kontradiktor, tregon një nga armiqtë e sunetit, pra thotë shehu këtë qëndrim timin dikush e ka qenë kontradiktor. Pra dikush thot nga ignorantët, nga njerëzit e papjekur dhe e konsiderojnë këtë thot diçka kontradiktore dhe ignorant. Por sa un po them, pra jemi mbrapa këtu, un po them. Një fjalë ka përmend ajetin, pra ku Allahu xhallahu ala i thot Musait dhe Harunit që thoni faraonit fjalë buta, ndoshta ai përkujtohet dhe ka frikë, po them. Ajeti i pagabuar thot, pra je dikush që nuk bën gabime, i pagabushëm, nuk ndodh për teja asnjë gabim? Thot, nëse përgjigjet dhe thot jo, unë s'jam kështu, robi bën gabime, atëherë, si thot besimtari, them për së dyti, nëse të bëhet e qartë e vërteta, a do kthehesh tek e vërteta siç bën Albania apo jo? Pra ty po drejtojmë ty tani. Rregull, ti je njëri, bën gabime as bën gabime. Besimtari çfarë thot? Normal që bëj gabime. Mirë, kur të bëhet e qartë gabimi, çfarë do bësh ti?
Thot, a do bosh atë që bën Albani, thot për veten e vet, Allahu më shiroft. Edhe e ka obligim ta bëj çdo besimtar që kur bëhet e qartë e vërteta, kur bëhet e qartë që ti e gabim duhet kthehesh. Pra, thot, dhe nuk insiston nëse e pohon këtë gjë, siç është përgjigja besimtarit, atëherë pse e qunë kthimin e Shejk Albanit? Pra, tek e vërteta, pse e qunë kontradiktore dhe gabim? Në vend se ta inkurajosh të kthehet tek e vërteta gjithmonë. Megjithse ai thot, po flet për veten e tij, pra, megjithse ai, shehu, me mirësinë e Allahut nuk ka nevojë për inkurajimin tënd, thot. Pra, alhamdulillah, i ka dhënë Allahu sukses që po gaboj, kthehet vet, nuk ka nevojë për inkurajimin e sidomos e dikujt që ta dini gjendjen e tij është shumë e rëndë, por se thjesht unë du të bi për fjalëve të çelë. Thot, pastaj nuk tregon kjo që kur ti nuk kthehesh, pra kjo tregon që ka tendencë tjetër, ka synim të keq. Së fund mi them, se do të dalte kjo poezia, prandaj po e lexoj këtë. Së fundi them, lut Allahun xhallahu ala që të uzoj, që të mësosh dijen e Kuranit dhe Sunetit dhe të ecësh rrugën e selefëve, që shpëtojnë edhe ata që janë mashtruar me ty. Kurse unë thot, shpresoj për Allahu xhallahu ala që të mashtoj suksesin, që ti bëj shërbim hadithit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta përkrah sunetin dhe të m'japi sukses në hapat e mi dhe ta bëj këtë gjë shkak që Allahu të fali gabimet ditën e gjykimit. Amin. Allahu të mëshiroft të bëj pronor xhenet. Kurse, kjo është tema tani jonë. Kurse të shpëtosh nga kurthi kurthëxhive, nga hasedi hasedxhive, nga kritika e atyre që ofendojnë, nuk ka rrugë. Nuk ka mundësi. Për këtë ta keni parasysh gjithmonë. Pra, mos u bë keq kur ngjollafe, kur mund të kritikojnë, mund të çortojnë kur ti ecën te vërteta. Kur ecën tek e vërteta. Pse? Pra mos mendon ndonjëherë se ti do shpëtosh nga kjo gjë, nuk shpëton. Pra gjithmonë do ketë njerëz që mund të bëjnë kurthe, ato që të kanë hased, kanë xhelozi e smir, do flasin kundra teje, mund të kritikojnë, mund të bëjnë, mos mendon ndonjëherë që do shpëtosh nga kjo gjë. Prandaj thot, pra nuk ka rrugë që të shpëtosh nga kjo gjë. Thot vetë se fela se bile i le, nuk ka vetë se që të vdesësh, thot, besimin tek Allahu xhallahu ala, pra që të vdesësh në iman, Allahu na bof për atyre, dhe sa e bukur është ajo që është thënë, ti nuk shpëton nga fjalët e atyre që të ofendojnë, edhe nëse jenë shpellën e një mali të lartë, dhe kush është ai që shpëton nga njerëzit me selamet, edhe nëse fshihet për tyre në flatat e zogut. Qartë? Pastaj thot, unë besoj pra se rruga tyre është rruga më e drejtë që Allahu xhallahu ala ka urdhëruar besimtarët, e ka sqaruar pejgamberi ynë Muhamedi, zotëria e dërguarve, është rruga që kanë ndjekur selefët parë tanë të mirë, prej sahabëve, tabiinëve dhe atyre që kanë ardhur pas tyre, dhe 4 imamllarë të hynë te kjo gjë, pra që shumë prej muslimanëve sot pra kanë përkatësi këto 4 imamllarë dhe të gjithë kanë dakord që është obligim pasohet syneti, pra dhe të kthehemi te syneti dhe të lëm çdo fjalë që kundërshton synetin, sado që ai person që e ka thënë këtë fjalë është i madh, sepse çështja e dërguarit sallallahu alaihi wasallam është më e madhe, rruga e tij është më e drejta dhe për këtë arsye them që un kam hecur në udhëzimin e tyre, e imamllarëve, 4 imamllarëve, selefëve dhe prej tyre 4 imamllarëve, kam ndjek gjurmët e tyre, kam pasuar këshillat dhe urdhat e tyre që të kapemi me hadithin, edhe nëse bien ndesh me fjalët e tyre, thot dhe këto urdhra që ata kanë thënë, pra kanë pas ndikimin më të madh rrugën time, pra në metodologjinë time që të heci tek rruga e drejtë dhe të largohem nga pasimi verbazi, Allahu ja shpërbleft atyre, thot, për mua me shpërblimin më të madh. Pastaj ka fillu pra me fjalë tyre, ka fillu duke përmend. Ka thënë Ebu Hanife rahimahullah, pra imami parë është Imam Ebu Hanife, Nu'man ibn Thabit radhiyallahu an, pra kanë transmetuar për ti shokët e tij disa fjalë të ndryshme, e gjitha këto fjalë, pra përfundimi i tyre është diçka e vetme, që është obligim të kapemi sipas hadithit, pra të ecim me hadithin dhe të lëm pasimin e verbazi të mendimeve të imamllarëve që bin ndesh me hadithin. Ka thënë Allahu më shiroft, kur hadithi është i sakt, ai është medhhebi im. Ka thënë Ebu Hanife rahimahullah, kur hadithi është i sakt, ai është medhhebi im. Gjithashtu ka thënë, nuk i lejohet dikujt që ta marrë fjalën tonë
pa e ditë se nga e kemi marrë. Nuk i lejohet dikujt ta marrë fjalën tonë pa e ditë nga e kemi marrë. Shife, pra këtu një nga komentet që ka bërë shehu poshtë, thot, kjo është prej dijes tyre të plot, dhe devotshmërisë tyre, ku kanë treguar me këtë se ata nuk e kanë përfshirë gjithë synetin, nuk e dinë gjithë synetin. Thot, këtë gjë ka përmendur qartë se Imam Shafiu rahimahullah, siç do të vi, mundodhi për tyre diçka në kundërshtim me synetin që nuk i ka arritur. Pra, diçka nuk e ka arë që është për synetit, edhe kanë kundërshtuar se kanë ditë. Thot, ata na kanë urdhëruar që ne të kapim me synetin dhe ta bëjmë të gjë për medhhebit tyre, Allahu i mëshiroft ata të gjithë. Gjithashtu thot shehu prap këtu, thot, shihe, kur ata thonë këtë fjalë për dikën që nuk e di argumentin e tyre, siç si thot Abu Hanifa rahimahullah, thot, nuk i lejohet dikujt ta marrë fjalën tonë pa e ditë se nga e kemi marrë këtë fjalë. Shihe si thot shehu këtu, pra, ty nuk lejohet, kur kjo është për atë që nuk e di argumentin e tyre, pra të marrësh fjalë pa ditë argumentin e tyre. Thot, çfarë themi ne për ata persona që e dinë që argumenti është në kundërshtim me fjalën? Pra, ky dietar po të thotë ty, nuk lejohet ta marrësh fjalën time, po se di argumentin tim. Mirë, po kur e di që argumenti është kundërshtim me fjalën atij dietar. Prandaj thot, pastaj ky person jep fetvan kundërshtim me argumentin, meditojeni këtë fjalë, thot, vetëm kjo fjalë vetëm mjafton për të hedhur poshtë pasimin verbazi. Vetëm kjo mjafton që të hedhësh poshtë pasimin verbazi. Më poshtë thot shehu këtu, pra gjithashtu ka është transmetuar tjetër, para se të themi fjalën e shehun, është haram. Pra thot Abu Hanifa rahimahullah, është haram për dikën që nuk e di argumentin tim, t'japi fetva me fjalën time. Gjithashtu ka thënë, ne jemi njerëz, themi sot një fjalë, kthehemi nesër. Gjithashtu ka thënë, kujdes, mirë për ty o Jakub, o Jakub, pra Ebu Jusufi, një nga nxënësit e afërt të Abu Hanifës rahimahullah, thot, mos shkruaj për me çdo gjë që ngjon për meje, sepse unë mund të shoh një mendim sot dhe e lë atë nesër, thot mund të shoh një mendim nesër e lë atë pas nesër. Pra gjithmonë qëllimi besimtarit duhet të jetë arrita tek hadithi, tek suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ky thot është justifikimi, thot shehu poshtë, kur ky është justifikimi i Abu Hanifës rahimahullah, kur ai ka rënë kundërshtim me hadithet e sakta pa qëllim, pra se ka ditë si ka ardhur hadithi, sepse Allah nuk e mundson njeriu te mundësisë, atëherë nuk lejohet që të flitet kundër atij, siç bëjnë disa ignorant, por se është obligim që të kemi edukat me të, se është për imamëve të muslimanëve që kanë ruajtur këtë fe dhe na kanë arrit pra ka arrit feja tek ne, pra derisa ka arrit tek ne. Gjithsesi thot ata janë shpërblyer, ai është i shpërblyer, thot ai qëllon të vërtetën apo gabon, thot gjithashtu nuk lejohet atyre që e respektojnë atë imam të vazhdojnë të kapen me fjalët e tij që bin ndesh me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ato s'janë për mëdhëbit e tij, siç po i sheh fjalët e tij. Pra këta imamllar janë një lëndin, këta janë në një lëndin tjetër. Pra këto janë fjalët e Abu Hanifës rahimahullah. Gjithashtu ka thënë, pra ta mbyllim me fjalët e Abu Hanifës, mbas namazit themi fjalët e dietarëve të tjerë, ka thënë gjithashtu Allahu mëshiroft, kur them një fjalë që bie ndesh me librin e Allahut dhe me hadithin e dërguarit sallallahu alaihi wasallam, lëreni fjalën time. Kur them një fjalë që bie ndesh me librin e Allahut dhe hadithin e dërguarit sallallahu alaihi wasallam, lëreni fjalën time. Para se të kalojmë te Imam Malik rahimahullah, ju lexoj diçka që shehu ka përmend këtu, pra nga Tahawi rahimahullah, ku thot, nuk pason verbazi apo nuk është fanatik vetë se dikush është asabi, pra mund ta themi fanatik ose dikush për shkak nga ana e gjuhës thot që e mbron dikën popullin e tij dhe në zullum. Pra zemrohet për popullin e tij, mban anën e fisit të tij. Pra njeriu i tillë është fanatik pasus verbazi ose gabi është dikush që është xahil, i paditur, është domethënë nuk kupton shumë, mund themi i trash. Këta janë ata që çfarë që pasojnë verbazi. Ta lexosha këtë sepse Tahawi rahimahullah është prej dietarëve Hanefi. Gjithashtu, pra, mbas Abu Hanifës rahimahullah ka përmend Malik ibn Anas rahimahullah, pra Imam Malik, kurse Imam Malik ibn Anas rahimahullah ka thënë, unë jam njeri, gaboj dhe e qëlloj të vërtetën, shihni mendimet e mia, çdo gjë që përputhet me Kur'anin dhe Sunetin merreni, dhe çdo gjë që nuk përputhet me Kur'anin dhe me Sunetin lëreni. Edhe i herë, edhe kjo është pra goxha e rëndësishme kjo fjalë Allahu mëshiroft.
unë jam njeri, gaboj dhe e qëlloj të vërtetën. Shihni tek mendimi im. Çdo gjë që përputhet me Kur'anin dhe Sunetin merreni, dhe çdo gjë që nuk përputhet me Kur'anin dhe me Sunetin lëreni. Gjithashtu kjo fjala besoj është shumë e njohur, pra tek ju, ku ka thënë Allahu mëshiroft, nuk ka dikush mbas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vetë se merret prej fjalës tij dhe lihet, pra përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo fjalë, pra shehu përmend këtu që është transmetuar nga Mujahid, përmend fjalën e dikujt ku është thënë, domethënë që këtë fjalë është marrë nga Ibn Abbasi, pra nga Ibn Abbasi ka marrë Mujahidi, dhe nga këta të dy, ka nga Ibn Abbasi dhe Mujahid, e ka marrë Malik dhe është njohur prej Malik. Thotë shehu, gjithashtu e ka marrë Imam Ahmedi rahimahullah, pra transmeton Abu Dawudi, nxënësi Imam Ahmedit, pra në Mesailul Imam Ahmed, ku thot kam dëgjuar Ahmedin që thot nuk ka dikush vetë se merret dhe pra prej tij dhe refuzohet, pra përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra që ta keni parasysh, këto janë disa nga dietarët që është transmetuar kjo fjalë. Pra është transmetuar për Ibn Abbasit, ka Ibn Abbasi radiallahu anhuma, sahabi, Mujahid, nga nxënësat e Ibn Abbasit, pastaj thotë e ka marrë Malik, gjithashtu dhe Ahmedi, Allahu mëshiroft gjithave radiallahu anhuma an Ibn Abbas. Ngjoni dy fjalë dietarëve, një të Sheikhul Islam dhe një të Sheikh Ibn Bazit, thotë Sheikhul Islam te libri Furqan, وقد اتفق سلف الأمة وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها thot ala anna kulla wahid yu'khadh min qawlihi wa yutrak. Ka ra dakord se lefët e umetit dhe imamët e saj se çdo kush merret prej tij dhe refuzohet përveç dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Sheikhul Islam çfarë thotë, ka ittifak, ka ixhma. Pra mendimin e gjithë dietarëve janë me këtë fjalë. Çdo kush merret prej tij dhe refuzohet përveç kujt? Përveç dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Ngjojeni, sa fjalë shumë e bukur. Kjo është prej dallimeve mes pejgamberëve dhe të tjerëve. Është dallime, prej dallimeve mes pejgamberëve dhe të tjerëve. Pejgamberët salawatullahi alehim wa salamuhu, është obligim që ne të besojmë çdo gjë që na lajmërojnë prej Allahut. E kemi obligim të bindemi në çdo gjë që na urdhërojnë, kundërshtim thot me auliat, me miqtë e Allahut. Thot nuk është obligim që të bindemi atyre në çdo gjë që na urdhërojnë dhe as që të besojmë çdo gjë që na lajmërojnë. Por se i parashtrohet çështja atyre dhe lajmi i tyre Kuranit dhe Sunetit. Kush përputhet me Kuranin dhe me Sunetin është obligim të pranohet, dhe kush kundërshton Kuranin dhe Sunetin ose ajo gjë që kundërshton Kuranin dhe Sunetin është e refuzuar, edhe nëse personi është prej miqve të Allahut, edhe nëse është, domethënë, ai është përpjek, është mujtahid, pra është i justifikuar për atë që ka thënë, ai ka shpërblim për ijtihadin, për përpjekjen e tij. Por se kur kundërshton Kuranin dhe Sunetin, është gabimtar, gabimi i tij është i falur, kur ai ka pas frikun Allahun sa ka pas mundësi dhe është përpjekur. Kjo është fjala e Sheikhul Islam. Kurse Sheikh Ibn Baz Allahu mëshiroft thot, wa qawlu Malik rahimahullah, fjala Malik rahimahullah, pra gjithë secili prej nesh, pra pranohet për ti, refuzohet për ti, përveç pra personit këtij varri që është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është fjalë saktë, e kanë pranuar dietarët, e kanë marrë këtë dietar këtë fjalë me pranim. Pra gjithë e thon këtë fjalë, sepse i dërguari sallallahu alaihi wasallam pra nuk thot vetë të vërtetën, nuk refuzohet fjala e tij, e gjithë fjala e tij është hak, pra në gjërat që ai transmeton prej Allahut xhallahu ala. Në vend tjetër thot, pra Sheikh Ibn Bazi, jemi te Sheikh Ibn Bazi, këtë fjalë që unë kam përmend shpesh, por se është rasti dhe tema që ta përmendim pak, prap thot kshu dietarët ja parashtrojnë çështjen e xhilafit ku kanë kundërshtim, i parashtrojnë tek argumentet shariatike. Thot ajo që përputhet me shariatin, pra me Kuranin dhe me Sunetin, është obligim, pra që të qëndrojë, që të pranohet, dhe ajo që kundërshton shariatin është obligim që të refuzohet. Ngjojeni, edhe nëse ai që e ka thënë është i madh, sepse e vërteta është mbi të gjithë. Kjo është fjalë që besoj unë kam përmend shpesh për Sheikh Ibn Baz Allahu mëshiroft, ku thot pra nëse kundërshton ajo gjë që kundërshton shariatin, është obligim të refuzohet, edhe nëse thënësi asaj fjale është adhim, është i madh, thot li anna al-haqqa fawqa al-jami'. Haku e vërteta është mbi të gjithë, Allahu mëshiroft. Kështu the vepra, gjërat që kundërshtojnë shariatin, prej adeteve, prej moraleve, është obligim që të lihen, pra nëse një moral, një sjellje, një adet mbi kundërshtim me shariatin, duhet lënë, thot edhe nëse është morali baballarëve, i shejlerëve, o i shujuhve, i të parëve, apo jo kështu e kemi ne si zakon,
Por nëse bin kundërshtim me Kur'anin me Sunetin, është obligim që të lihet dhe të gjithë të kapen me atë që ka urdhëruar Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, sepse kjo është rruga e shpëtimit. Kjo është rruga e shpëtimit. Më pas thot shehu, pra prap nga Imam Malik rahimahullah, qala Ibn Wahb, pra nga nxënësat e Imam Malik, e ngjova thot Malik që u pyet një ditë për të futur ujin mes gishtave. Këtë rast, domethënë në gishtave në abdes. Dhe tha, u përgjigj duke thënë që njerëzit nuk e bëjnë këtë gjë, nuk janë këtë lloj vepre. Thot, e lash ose prita derisa u paksuan njerëzit dhe i thash, Ibn Wahbi është nga nxënësat e Imam Malik. Nxënësi ka shku tek profesori, thot, i thash, ne për këtë gjë, për këtë çështje që ti u pyete, kemi një sunet. I tha, kush është ky sunet? Thot, na transmeton Leith ibn Sa'd, Ibn Lahia, Amr ibn Harith, nga Yazid ibn Amr al-Ma'afiri, nga Abu Abdurrahman al-Hubuli, nga Mustawrid ibn Shaddad al-Qurashi radhiyallahu an, thot, kam parë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, pra që me gishin e tij të vogël, pas, si më thon, e fuste tek gishtat e këmbëve të tij. Tha Malik rahimahullah, ky hadith është hadith i mirë, nuk e kam dëgjuar ndonjëherë vetëm në këtë moment. Pra ti e kupton. Pra para saj nuk e dinte këtë gjë. Ai ka justifikim për këtë, sa i se dinte, ama ti kur e di, ajo që kërkohet për teje që ta pasosh. Ngjoni fjalën e Imam Malik, ky është hadith i mirë. Unë nuk e kam dëgjuar thot para këtij momenti. Më pas thot kur pyetesh për këtë hadith, i nxiste njerëzit që ta bënin këtë gjë. Pra e mësoi këtë gjë për kujt? Për nxënësit vet. Profesorin ka nxënës. Qartë. Kurse Imam Shafi'i rahimahullah thot, kurse Shafi'i rahimahullah thot, kanë ardhur shumë transmetime për ti, të shumta dhe të mira, domethënë që kanë shumë dobi, thot, ka thënë Allahu më shiroft, nuk ka dikush pra që vetë se nuk i di disa sunete për pejgamberit sa i ikin, pra nuk i di. Thot, çdo fjalë që them, çdo bazë që përmend nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka ardhur diçka kundër me këtë që unë përmenda, pra çdo fjalë që them, çdo bazë që kam thënë, ndërkohë që nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka ardhur diçka kundërshtim me këtë, atëherë fjala është çka ka thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe ajo është fjala ime. Allahu më shëroft gjithë. Gjithashtu ka thënë, kjo është ixhma, ka ra dakord gjithë muslimanët se kush i bëhet i qartë atij sunetit dërguarit sallallahu alaihi wasallam, nuk i lejohet atij që ta leje atë për fjalën e kujdo qoftë. Qartë, gjithashtu ka thënë, çfarë do që gjeni në librin tim kundërshtim me sunetin e dërguarit sallallahu alaihi wasallam, thoni sipas sunetit dhe lërni atë që un kam thënë. Njëri transmetim, pasoni sunetin dhe mos u ktheni fare tek ajo që un kam thënë, ose mos u ktheni fare te fjala e çdo kush do qoftë ai. Gjithashtu ka ardhur e njëjta fjalë siç tham për pra Abu Hanifa rahimahullah, idha sahha al-hadith fa huwa madhhabi, kur hadithi është i saktë, ai është madhhabi im. Gjithashtu i ka thënë Ahmedit. Tani Ahmedi për Shafiun ka qenë nxënësi. Pra Imam Ahmedi ka mësuar te Imam Shafiu, Allahu më shëroft të dy. Edhe ja u kam përmendur mësimin nëse e mani mend që një prej 6 personave që Imam Ahmedi bënte dua shumë, ka qenë Imam Shafiu, pra bënte shumë dua për shehun e vet, për profesorin e vet, dhe thonte e shihni këtë dije që un kam, shumicën e kësaj dije unë e kam prej Shafiut. Ngjoj tani çai ka thënë profesori pra nxënësit. I ka thënë, ju e njihni hadithin më mirë, i njihni hadithin dhe burrat më shumë se unë. Shafiu i ka thënë kujt? Imam Ahmedi, si thot shehu, al-khitabu lin Imam Ahmed, po i drejtohet thot Imam Ahmedit. Ju e njihni hadithin dhe burrat e hadithit më shumë se unë. Nëse hadithi është i saktë, atëherë ma tregoni dhe mu, thot, kush do qoftë ai që ka transmetuar, prej Kufës, prej Basrës, prej Shamit, që dhe unë të punoj sipas atij hadithi nëse është i saktë. Këtë porosi ka thonë nxënësit dhe Allahu më shëroft gjithë, Allahu më shëroft gjithë. Gjithashtu, gjeni, edhe kjo është, pra Imam Shafiu ka shumë fjalë bukura, Allahu më shëroft gjithë, thot, çdo çështje që ka ardhur hadithi sakt prej dërguarit sallallahu alaihi wasallam tek transmetuesit e hadithit, kundërshtim me atë që un kam thënë, un kthehem tek hadithi, qoftë kjo në jetën time, qoftë mbas vdekjes time. Prandaj ka pas disa raste që disa nga shokët e Imam pra medhhebit Imam Shafiut rahimahullah, kur ka qenë një hadith që pra Imam Shafiut
çfarë nuk i ka arrit ai ose nuk e ka ditë, e ka thënë ky është çfarë? Është medhhebi Imam Shafiu, pse sa ai e ka lënë këtë porosi. Shifë, thot, unë kthehem tek ai hadith, qoftë në jetën time, qoftë mbas vdekjes time. Gjithashtu ka thënë, nëse shihni që unë them fjalë dhe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur diçka e saktë kundërshtim me atë që kam thënë unë, dijeni thot se logjika ime ka ikë. Pa unë them diçka, ndërkohë që hadith pejgamberi sa më thot diçka tjetër, atëherë bie që logjika ime s'është në vend, ka ikë logjika. Gjithashtu ka thënë, çdo gjë që kam thënë, nëse është nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, diçka kundërshtim me atë që un kam thënë, atëherë hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është më parsor, mos më pasoni mu verbazi, pra mos hesni pas meje. Gjithashtu ka thënë rahimahullah, çdo hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është fjala ime, edhe nëse nuk e keni ngjuar prej meje. Edhe nëse nuk e keni ngjuar prej meje. Pastaj kalon tek Imam Ahmedi, Allahu mëshiroft, kurse Imam Ahmedi rahimahullah thotë është prej imamëve më të shumti që kanë mbledh sunetin, janë kap sipas sunetit, madje thotë, pra ai ka urryer që të vendoseshin shkruheshin libra që përmbanin mendimet e njerëzve, pas gjithashtu ka thënë është transmetuar prej tij, ka thënë mos më paso verbazi mua, as Malik, as Shafiin, as Auzain, as Thorin, por se merr nga ne, nga ku kemi marr ne. Gjithashtu, pra ka thënë mendimi i Auzait, mendimi i Malik, mendimi i Abi Hanifes, gjithë është mendim, thotë tek unë është njësoj, argumenti është tek hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka thënë kush refuzon hadithin e dërguarit sallallahu alaihi wasallam, ai është buz shkatrimit. Me thënë gjuhën shqipe buz greminës. Pra është buz shkatrimit. Kto janë fjalët thotë imamlarve, Allahu qoftë i kënaq me ta, që kanë urdhëruar, kanë nxitur që të kapemi me hadithin. Ne kanë ndaluar t'i pasojmë ata verbazi pa argument. Pra janë shumë qarta sa nuk mund debatosh rreth tyre apo ti interpretosh. Thot, kush kapet me çdo gjë që ka ardhur prej sunetit, edhe nëse kundërshton disa prej fjalëve të imamlarve, ai nuk bie ndesh me mëdhëbin e tyre, nuk ka dal nga rruga e tyre, por sa i pason ata gjithë, sepse të gjithë ata kanë urdhëruar për këtë gjë, ai është kap me lidhje më të fortë që nuk ka ndarje, nuk ka shkputje, thot, pra ai që e kundërshton sunetin i ka kundërshtuar ata dhe ka përmend ajetin, jo pasha Zotin tënd nuk do besojnë derisa të marrin ty si gjykues në çdo gjë që ndodh mes tyre, më pas nuk gjejnë veten e tyre në ngushtim në atë që ti ke gjykuar ose për atë që ti ke gjykuar dhe dorëzohen dhe nështrohen. Gjithashtu ka përmend pra ajetin e surës Nur, kanë kujdes ato që kundërshtojnë rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, urdhat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se do t'i kapi ato fitne ose do i kapi ato dënimi i dhëmshëm. Një nga fitnet që më pas robi kujdes është vulosja e zemrës. Ti kundërshton hadithin, vjen hadithi, ti e kundërshton, vulloset zemra, Allahu na ruaj. Pastaj ka përmend fjalën e Hafidh ibn Rajab rahimahullah, për nxënësave të Imam Ibn al-Qayyim, thotë, është obligim për çdo kënd që i ka ardhur diçka nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe e di atë gjë, t'ia sqaroj umetit, t'i këshilloj ata, ta këshilloj umetin dhe t'i urdhëroj që të pasohet urdhri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe nëse bie ndesh me mendimin e dikujt që është shumë i madh në umet, sepse urdhri, rruga e dërguarit sallallahu alaihi wasallam meriton më shumë që të nderohet, që të respektohet dhe të merret si shembull. Pra ka përparësi para mendimit çdo kujt, sa do i madh qoftë ai. Thot, sahabët dhe ata që kanë qenë pas tyre kanë kundërshtuar çdo kënd që kundërshtonte sunetin e saktë. Ndoshta ndonjëherë kanë qenë dhe të ashpër në kritik, jo se e urrenin. Ai ka qenë, pra ky personi që ka gabu, nuk e ka qelluar sunetin, kur e kanë kritikuar, mund të ketë qenë të ashpër gjatë kritikës. Pse? Jo thotë se kanë urryer këtë person. Ai ka qenë i dashur tek ata, por se i dërguari i Allahut ka qenë më i dashur për ta. Por se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka qenë më i dashur tek ata. Urdhri i tij është mbi urdhrin e çdo krijese. Nëse bie ndesh urdhri i dërguarit sallallahu alaihi wasallam me urdhrin e dikujt tjetrit, atëherë urdhri i dërguarit sallallahu alaihi wasallam është më parsor që të pasohet dhe të jepet përparësi. Thotë, dhe tregon për dietarin atë, megjithëse ai dietari thotë për atë që ka gabuar, që ka kundërshtuar, i është fal ky gjunaf, madje thotë çeku poshtë, edhe shpërblehet. Ka përmend hadithin kur gjykon gjykatësi apo dietari përpiqet bën ijtihad, e qëllon vërtetën,
ka 2 shpërblime, përpiqet, gabon, ka 1 shpërblim. Ama kur ka gabon dhe ka 1 shpërblim, ne nuk lejohet ta pasojmë kur na është bë i qartë pra na është bë i qartë syneti. Kjo është gjithë çështja që po themi këtu. Qartë? Poshtë ka përmend shehu këtu që shife thot, pra ndoshta ndonjëherë kanë qenë të ashpër në kritik, jo se kanë urryer, e kanë dash, por se i dërguari sallallahu alajhi wasallam ka qenë më i dashur. Thot shehu poshtë, edhe nëse kanë qenë baballarët e tyre dhe dietarët e tyre. Qartë? Edhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse fatkeqësisht ç'a ndodh, shumë njerëz kur ti i thu hadithin, jo thot po kështu i kemi pas në hoxhallarët, mësuesit, imamllarët, kështu na ka mësuar. Ndërkohë që kjo që kanë porosit dietarët, imamllarët, muslimanët, kjo që ka ardhur nga sahabët është diçka ndryshe. Shive si thot shehu këtu tani. Thot ka ardhur nga Salim ibn Abdullah ibn Umar. Salim është djali i Abdullahit. Isha ulur me Ibn Umer radiallahu an xhami, i erdhi një person nga Shami dhe e pyeti për temetto. Nëse kthehet te llojet e haxhit, nëse e mani mend. Kthehuni ai që do të di çfarë është temetto, se ne na intereson tani pasimi i synetit. Pra e pyetën për temetto, pra mbas i bën umrën, pra bëhesh halal ato gjëra që kishte ndaluar gjatë ihramit, bëhen halal derisa të vi haxhi. Më tha Ibn Umeri është diçka e mirë. Pra temetto është diçka e mirë. I thash, po babai yt thot ndalonte nga temetto. Kush është babai Abdullah ibn Umeri? Umer radiallahu. Sepse ka ardhur nga Ebu Bekri dhe Umer radiallahu an që ata parapëlqenin ifradin, që ti të shkosh të bësh vetëm haxh. Pse? Që umrën ta lesh për një udhtim tjetër. Pra haxhin për një udhtim, umrën për një udhtim që njerëzit vazhdimisht ta vizitojnë Shawën. Thot, po babai yt ka ndaluar nga kjo gjë. Më tha, thot, mirë, pra për ty. Thot, nëse babai im ka ndaluar nga kjo gjë dhe ka bë dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe ka urdhëruar me të, a me fjalën e babait tim do hecim apo me urdhën e dërguarit sallallahu alaihi wasallam? Më tha me urdhën e dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Më tha çau tani. Qartë? Prandaj thot shifen edhe nëse ishin baballarët e tyre, fjala shehut, kur vinte hadithi pasonin hadithin. Kundërshtim me disa njerëz sot që ti thua jo, po baba im ka qenë kështu, ne parsarësit i kemi kështu, para ton kanë bë kështu. Jo vetëm tu, por se te gjëja më e madhe dhe më e rëndë, ku i pasojnë baballarët dhe jetrit e tyre, te shirku. Pra ti i vjen, i fton ata në tauhid, që është thirrja e gjithë dërguarve, është çfarë? Urtësia e krijimit njerëzve që ta veçojnë Allahun me adhurim, për këtë je kriju, për këtë kanë ardhur dërguarit, për këtë ka zbrit librat, ai me çfarë argumentohet? Kështu ne kemi qenë baballar, kështu kemi brezmas brezin, ne jemi lidh me varret e tjera të janë rrah. Allahu na rrit, edhe u zoftë. Kurse un po ju lexoj diçka tjetër këtu. Po prap jemi te ky rreth i këtyre pra sahabëve dhe tabiinëve, tek Mukhtasar Sahih al-Bukhari, që është kujdes Sheikh Albani për të, thot Salim, thot ishte Salim ibn Abdullah, thot Ibn Umar e kundërshtonte babain e tij dhe gjyshin e tij. Babain e tij dhe gjyshin e tij. Për një çështje tjetër, ç'a është? Edhe kjo ka lidhje me umrën apo me haxhin, pra që ka ardhur që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është parfumos para, sepse siç dihet që po u futen në ihram nuk lejohet më me u parfumos. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është parfumos para. Qartë? Dhe Salim ka kundërshtuar thot edhe Abdullah edhe babain e vet dhe gjyshin e vet, radiallahu anhuma dhe Allahu e mëshiroft, i ka përmend hadithin Aisha radiallahu anha ka thënë që e ka pak të gjë që ta bonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot ka thënë Salim, syneti i dërguarit sallallahu alaihi wasallam është më parsor të pasohet. Syneti i dërguarit është më parsor të pasohet. Qartë? Gjoni çfarë fjalës sot shehu. Thot kështu le të jetë realizimi i pasimit të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. I mëshiroft Allahu ata baballar që kanë lënë thot fëmijë të tillë. I mëshiroft Allahu ata baballar që kanë lënë fëmijë të tillë, që japin përparësi sunetit të dërguarit sallallahu alaihi wasallam para ijtihadit baballarëve të tyre. Ku janë ata thot në krahasim me këta që kanë ardhur më vonë, që i bëhet i qartë suneti dhe më pas nuk e pasojnë. I japin përparësi fanatizmit pas medhebit ose shumicës me argumenti se ata janë më ditur e njohin sunetin më mirë. A nuk është Omeri dhe djali i tij Abdullahi më ditur thot se Salim? Ka dyshim te kjo? Normal që janë më ditur thot. Pra, në përgjithësi për sunetin. Ama thot, çfarë i shtyu ata që të kundërshtonin baballarët, gjyshit e tyre?
A është se besuan që janë më ditur se ata? Jo, larg kësaj gjë janë ata. Por se syneti ishte i sakt, i arriti i sakt tek ata dhe nuk është kjo se ata ishin më ditur se baballarët e tyre. Prandaj thot, a do marrin mësim, thot pasuesit verbazi nga kjo gjë dhe ta veçojnë të dërguarin sallallahu alaihi wasallam me pasim? Ta veçosh Allahun me adhurim, ta veçosh të dërguarin me pasim. Me pasim. Qartë? Kurse te Tirmidhiu, po i shtoj unë diçka këtu. Te Tirmidhiu me numër 824, Salim rahimahullah, pra tregon, pra ose ngjoj një person që pyeste Abdullah ibn Umerin për temetto bil umra ila al hajj. Thot Abdullah ibn Umeri, pra radiallahu anhuma, është halal. I thot Shami, pra ky personi që vinte nga Shami, babai jot thot, ka ndaluar nga kjo gjë. Thot Abdullah ibn Umeri radiallahu anhuma, thot, më lajmëro nëse babai im ka ndaluar këtë gjë. Po ka ndaluar nga kjo gjë. Por se i dërguari sallallahu alaihi wasallam e ka bër. Thot, a çështjen e babait tim apo fjalën e babait tim pasojmë apo dërguarin sallallahu alaihi wasallam? Tha personi, të dërguarin, të dërguarin pasojmë pra sallallahu alaihi wasallam. Atëherë thot e përsërit prap këtë gjë e ka bëj dërguari sallallahu alaihi wasallam. Qartë. Tjetër dobi që desha t'ju tregoj këtu, para se pra themi ato që ka thënë shehu së fundmi, thot një prej dietarëve El Muallimi rahimahullah, dije thot, se ndodh që Allahu xhallahu ala pra mundoj që të ndodhi që disa njerëz sinqert të binë gabim. Pra, cakton Allahu, do Allahu, që një njeri sinqert me pozitë madhe në umet të binë gabim. Thot që të sprovoj Allahu tjerët, a do pasojnë hakun dhe ta lënë fjalën e këtij personi, apo do mashtrohen me vlerën dhe pozitën e këtij personi. Pra, kemi një person sinqert, ka pozitë shumë madhe në umet. Do Allahu që ky sinqert me këtë pozitë bin gabim. Urtësia këtu kush është, po thot El Muallimi rahimahullah, që Allahu të sprovoj njerëzit tani. Çfarë ngjoni? Thot, pra, që a do pasojnë hakun, vërtetën dhe do lënë fjalën e këtij, apo do mashtrohen thot me vlerën e këtij personi. Ndërkohë që ai është i justifikuar, madje i shpërblyer për ijtihadin dhe qëllimin e tij. Por sa ai që e pason duke u mashtruar me pozitën e tij, pa i kushtuar rëndësi argumenteve për librin e Allahut, sunetit të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, ky nuk është i justifikuar, madje ky është në rrezik të madh. Ky është në rrezik të madh. Lexojmë edhe pak, thot për pasuesët e imamllarëve, nuk i merrshin thot gjithë fjalët e imamllarëve të tyre. Kanë lënë shumë për fjalëve të tyre. Pra tani këto janë fjalët e imamllarëve. Mirë, këta që erdhën mrapa, ç'a bën? Thot kanë lënë shumë për fjalëve të tyre. Ngjoni tani edhe kjo është e rëndësishme, e përmendin dietarët shpesh, dhe këtë pra kam qejf, dëshiroj që ta mani mend. Thot, madje dy imamllarët, Muhammed ibn Hasan dhe Ebu Jusuf, këto janë nga nxënësit më të afërm të Ebu Hanife, Allahu më shërof gjithë. Thot, e kanë kundërshtuar shehun e tyre Ebu Hanife në 1/3 e mëdhëbit. Pra këta dy nxënës që kanë ardhur mas Ebu Hanife, që kanë mësuar nga Ebu Hanife, Muhammed ibn Hasan dhe Ebu Jusufi. Të dy këta, pra fjalë që përmendin dietarët shpesh, që e kanë kundërshtuar shehun e vet në 1/3 e mëdhëbit. Sa kanë ardhur transmetime për tyre që shehu jon, sikur dinte këto hadithe që dinim ne, do kthehesh edhe ai. Do kthehesh edhe ai. Kjo është një fjalë që desha t'ja u përmend, pastaj fjala e Muzani nga shokët e Imam Shafiut, Allahu më shëroft, ka bëu pra mukhtasar, ka bëu një përmbledhje në fikun Shafi, në fillim fare ngjoni si thot, kanë bërë këtë përmbledhje prej dijes Muhammed ibn Idris al-Shafi, Allahu më shëroft, prej kuptimeve fjalës tij që ta afroi pra këtë fik atij që dëshiron, thot duke e ditur. Ngjoni çka ka thënë Shafiu, duke e ditur që ai ka lajmëruar, na ka paralajmëruar, na ka ndaluar që ta pasojmë atë verbazi apo dikon tjetër. Qartë? Pra Muzani nxënësi vet në fillim të librit vet e di thotë që Shafiu na ka paralajmëruar që mos ta pasojmë verbazi. Pra nëse na vjen hadithi, ta lëm fjalën e tij dhe të pasojmë hadithin. Dhe diçka tjetër këtu prap. Thot Isam ibn Yusuf al-Balkhi. Pra edhe ky është prej Hanefive, prej Hanefive. Isam ibn Yusuf al-Balkhi thot ka qenë nga shokët e Imam Muhammed. Pra Muhammed ibn
Tregon ku është përmend Muhammed ibn Hasan, nëse zgabojmë, pra nxënësi Ebu Hanife sallallahu më shiroft, dhe ka qenë që rrinte, pra i pandar, rrinte gjithmonë, thot me Imam Ebu Jusuf. Gjithë janë prej Hanefive. Ngjoni, jepte shumë fetva, pra shumë herë jepte fetva në kundërshtim me fjalën e Imam Ebu Hanifes. Sepse çfarë e dinte që Imam Ebu Hanife nuk e dinte argument, ose nuk i kishte arrit argumenti për këtë gjë. Dhe ati i kishte arrit argumenti. Prej gjërave që ka kundërshtu, thot i grinte duart e tij kur binte ruku dhe kur çohej nga rukuja. Sepse siç dihet, pra me dhëb Hanefia të janë Hanefi nuk i ngrin duart namaz. Ky për dietarëve Hanefi, kur i ka ardhur syneti, i ngrinte duart kur bën ruku, i ngrinte duart kur çohej nga rukuja. Qartë? Pra këto janë disa që desha t'u lexosha për sot, kanë ngel edhe diçka pra prej fjalëve të shehut, por se pra para se ta mbyllim, këto janë fjalët e këtyre dietarëve. Disa nga veprimet e nxënësave të afërm këtyre dietarëve. Kjo pra kështu këta imamlar e kanë edukuar ummetin, që njeriu të pasojë hadithin. Momenti që i vjen hadithi, pra hadithi ka përparësi para fjalës çdo kujt. Ç'a ndodh pra jashtë Islamit? Ç'a ndodh brenda Islamit me ata që nuk kanë hecë këtë rrugë, që e kanë kundërshtuar këtë rrugë? Thash t'ju lexoj diçka rreth kësaj që ju të kuptoni pra rrezikun e kundërshtimit kësaj rruge, dëmin e saj, gjithashtu të kuptoni gjithashtu që kjo gjë është prej shkaqeve që e pengon njeriu nga pasimi i vërtetës, që është pasimi verbëzi, fanatizmi. Fillojmë pra me jehudët, me nasarat, pastaj pra vim brenda Islamit. Është një libër Fusul fi Adyanil Hind, thot, pra kur flet rreth jehudëve, ka ardhur në Talmud, librin e jehudëve, se besimtari duhet i marri fjalët e rabinëve, dietarëve jehudi si shariat. Dhe se fjalët e tyre janë si fjalët e Allahut. Nëse rabini thot ty që dora jote e djathtë është e majt ose e kundërta, ti duhet ta vërtetosh të fjalë dhe mos debatosh. Pra, e djathta thot jo, kjo e djathta është e majt. Kjo e majta është e djathtë. Thot ti duhet ta besosh, ta vërtetosh dhe mos ta refuzosh dhe mos debatosh. Thot ky dietari që ka shkruar librin, thot për këtë ka fol Kurani, pra ka fol Allahu xhalla ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. I morën dietarët e tyre, adhuruesit e tyre të adhuruar përveç Allahut. Qartë? Dhe unë po ju tregoj një histori që është librat e tyre. Shkurtimisht, pra një dietar për dietarëve të tyre bin kundërshtim me një grup dietarësh për dietarëve të tyre. Rreth diçkaje, sa është e pisët ajo apo është e pastër. Dhe gjatë debatit, ky që ishte një vetëm, thot, pra nëse do ndodhi kjo gjë e jashtëzakonshme, do t'rregoj që unë kam drejtë dhe ju e keni gabim. Pra nëse do për shembull do hedhim kalemat, do bëjmë diçka, do eci kalemi kundra rrymës ose do lëvizi muri etj me radhë. Gjithmonë pra për 3-4 gjëra që ai i thoshte ndodhti fjala gjithmonë ose kjo gjëja jo e zakonshme ndodhte në favor këtij personi që ishte një vetëm. E kështu me radhë. Thotë nëse është kështu e vërtetë, unë jam me të vërtetën, ju jeni gabim, ndodhi kjo gjë. Ndodhte ai gjë në favor këtij personi. E kështu me radhë. Pra, derisa çfarë ndodh gjitha këto gjëra të zakonshme, që ato mund të quhen mrekullie, të jam radhë ishin në favor këtij personi. Realisht çështja e jehudët ngeli sipas mendimit shumicës, jo sipas kësaj gjë. Më vonë thot ai personi që është aty te libri, thot takova me kosh me Elizhan, me Ilian, me një prej pejgamberëve, pra atje më radh. Edhe thot si ndodhi kjo, ose çfarë ndodhi? Thot po, unë isha te Zoti, edhe ai më tha që triumfuan bitë e mi mua. Allahu na rrit, pra e para në Islam nuk ka ati birje, si ngjendet tek ata bitë e mi. Ama ju shifeni se ç'a ndodh. Pra, nëse ky grup shumice u bë ç'a donin ata në fe. Pra triumfuan bitë e mi mua. Kjo është e librat e jehudëve. Se ç'a bëhet pra ku ka arrit ky ajë që na ka thënë Allahu, i morën dietarët e tyre dhe adhuruesit e tyre çfarë? Të adhuruar përveç Allahut. Pra halalin haram, haramin halal, i pasojnë këtë gjë. Këtu jemi të jehudët. Të nasarat, që të kuptoni rrezikun e kësaj nëse ndodh mesin ton. Një prej
priftrive me goza pozit, do më thonë që rrim Francë, por se është prej grupit ortodokso kopt, pra, sidomos kohën e koronës, fillun këto takimet online, pra, ashtu ishin kohën e koronës. Në gjë që ka thënë ky, ortodoksizmi thotë që qëndroj mes nesh, thotë, nuk është për të hap. Shqipen edhe ky Mabek ka thënë të ka qenë, por se deshallah është hap. Thotë, jemi rresht, jemi rradh. Thotë, vendose kokën pas atij që ke përpara, pra vendose kokën te shpina atij që ke përpara, të ecësh rrugë drejt, nuk ka analizë, nuk ka kritik, nuk ka kundërshtim. Pra, vazhdo para drejt shu, as analizë, as kritik, as kundërshtim. Qartë, jehudët, nësarët. Hajde te grupet e humbura, pra, një nga librat shumë bukur që kanë që e kanë lavdëruar dietarët, sidomos që ka sqaruar fitnën e kutubinëve, pra Seferit e Selmanit e tjerë me radhë, ka qenë një libër al-Kutubiyya hiya al-fitna fa'rifuha. Pra kutubizmi është fitnja, pra na njiheni këtë fitnë, ka lavdëruar këtë libër Sheikh Fozani Allahu rujt Sheikh Rabi Allah mëshiroft. Një prej temave të librit ngjohet që thotë edukimi sufist dhe rafidi. Si të edukojnë sufistët dhe rafidit. Thot, sufistat kanë disa parime, thot, se si të edukoj shehu muridin e vetë, atë pasusin e vetë. Pra, që ai duhet të eci pas, pra, ati shehut vetë, dhe tjetë para shehut ti, si që është i vdekuri para ati që e lanë. Për këtë keni gjuhë shpesh, unë du për këtë tjetërin, për rafidat. Se do vazhdojmë të këtë parë dhe këthejmë i prapë. Thot, rafidat ka një parim gjithashtu të ngjashëm. Thot, nëse thot imami, rafidat që kemi thonë, imami këtyra i Khumeni, që është shkatru e ka vdek, Allah i rujt nga sherri rafidave muslimonët, i rujt nga sherri rafidave jehudve çdo kush që i do të keqen muslimonëve. Khumeni që ka thonë, pra imamlarët tanë ka një pozit që se arrin çfarë, as me lajket, as pejgamberët, mbas kanë sundim mbi çdo grimës këtij universi. Kështu ka thënë imami tyre. Ngjojni një parim i tyre, nëse thot imami ty se dielli është duke perënduar, ndërkohë që dielli është mesin e qiellit, atëherë ti do thosh dielli është duke perënduar. Andaj gjosh imami. Pa diellin e shef. Mes ditës qartë si fare, thot imami, jo, nuk është mes ditës, është duke perënduar. Ti do ngjosh imamin, do thosh po është duke perënduar. Qartë, sufit, rafidat. Ikhwancat që Hasan el-Banna ka qenë sufist, me rafidat, bashkim e tjera më radhë. Thot që Ahmed e Nejmi Allah më shëroft, kemi lexuar nga ky libër kur kemi folë për ikhwancat. Pra, nga këtu ti e kupton se fjala el-Bannës, Hasan el-Bannës, që rregullin këtë thirrje është që sufi nga ana shpirtërore dhe ushtarake nga ana e veprës, kjo do të thotë se ti duhet çfarë? Duhet zbatosh kur ata t'japin urdhra, pasi lloj hezitimi, pasi lloj vonimi. Sufistat, kjo është fjala Hasan el-Bannës. Pra, ti po i hecë sipas ti grupi, je i Huans, ti do më thonë do bindesh bindje sufisti, bindje ushtari. Kështu ka thonë ai. Shehu po ta tregon tani. Thot sufit çka kanë? Do jesh mbas para shehut tënd siç është i vdekuri para atij që e lan. Pra, çfarë do thotë? Do e heqësh poshtë, do e hedhësh poshtë logjikën tënde dhe do bëhesh pasues verbaz ai ti. Çdo gjë që ai kërkon prej teje ti do ta zbatosh. Edhe nëse bie ndesh me fen, edhe nëse bie ndesh me logjikën, ndërkohë ushtarakët thon, pra sheku thot diçka tjetër, ne kemi urdhri zbatohet, nuk diskutohet, kurse sheku thot, pra sipas rregullit ushtarak që zbato për pas diskuto. Zbatoj herë, pastaj mund diskutosh. Pra ti gjë e parë duhet të jetë zbatimi. Edhe kush e ka zbatuar këtë? Një nga kokat, ne kemi thënë që nga kokat që kanë mas Hasan el-Bannës, që ka qenë i pari mas Hasan el-Bannës nga kokat, ka qenë një person që ka pas emrin Umar Tilmisani. Ky çka ka thënë? Ky ka thënë që un para shehut tim te libri i Dhikrajat, ka thënë un para shehut tim ka qenë si i vdekuri para atij që e lan. Pra e thot vetë që unë para shehut tim, që është Hasan el-Banna, kam qenë si i vdekuri para atij që e lan. Lexojmë këtu përmend disa fjalë nga Sheikh Rabia, disa paralajmërime për sa i përket këtyre grupacioneve dhe për dëmin e edukimit, pasimit verbazi. Thot, pra i drejtohet atyre që janë ekstremista karshi Sejt Kutubit, duke mbrojtur atë, duke thonë ken tur prej Allahut, ken tur prej muslimanëve, pra të logjikshëm dhe të këshillues,
të cilët respektojnë logjikën e tyre, ta pengojnë, ta largojnë sherrin e tyre nga Islami dhe ummeti, t'i lënë pra lojrat me logjikën e të rinjve, që i ka shtyr ata të rinj që të kapet mas të kotës, i ka shtyr ata të rinj që ta luftojnë vërtetën dhe njerëzit e të vërtetës, dhe gjojeni. Pra kujt po i drejtohet shehu? Pasuesve të Sejt Kutubit. I thot, dhe gjithashtu të pendohen tek Allahu, se i kanë edukuar të rinjt si pas rrugës dhi edhe nëse fluturon, dhe si pas personit që thot, unë nuk jam vetëse nga filan fis, nëse fisi im unë humb me fisin tim, dhe nëse ai uzohet, unë uzohem. Pra këto dy kënë pendohen pra tek Allahu, se po e edukojnë rinin, dhi edhe nëse fluturon, pra dy njerëz diskutojnë për diçka e zezë që është pra larg, a është dhi, a është zog, diskutojnë, ajo ngrihet, ajo gjë e zezë që këta e shohin nga larg ngrihet dhe fluturon, ky thotë është zog se po fluturon, tjetri thotë dhi edhe nëse fluturon. Pra fatkeqësi shehu po Allahu e mëshiroft dhe ja shpërbleft, po i thot pendoni tek Allahu, mos e edukoni rinin kështu, që ti vi argumenti, jo ai do vazhdoj tek e kota. Dhe mos e edukoni rinin që un jam me fisin tim, un jam me shehun tim, un jam me si do të vërtetën, si të kotën, sepse pejgamberi sa na ka porosit, na ka këshilluar dhe ka thënë, ndihmoje vllajën tënd dhe kur ka bë padrejtësi dhe kur i është bë padrejtësi. Mirë i dërguar Allahut kur i është bë padrejtësi, si ta ndihmojmë vllajën kur ai ka bë padrejtësi, ta pengosh nga padrejtësia, jo ti mbash anën. Kjo është një prej fjalëve të shehut. Thotë të rinjt të respektojnë fenë e tyre, të respektojnë ndërgjegjen e tyre, logjikën e tyre, ta respektojnë metodologjinë e Islamit, që dëgjojeni, të edukon burrni, të edukon që ta duash të vërtetën, ta respektosh të vërtetën, ta urresh të kotën, ta nënçmosh të kotën, nënçmosh thirrësit tek e kota dhe t'i akuzosh ata në fenë e tyre, në amanetin e tyre, dhe të ruhesh shumë prej sherrit dhe fitnes tyre dhe kurthit tyre. I bën një pyetje Allahu më shërof duke i thënë: a mund na sqarosh metodat që hizbit kanë përdorur dhe kanë pas sukses të disa persona? Pra, çfarë metodash kanë përdorur ata që kanë marrë qaf kaq njerëz? Shehu i thot Allahu më shëroft, metodat e tyre janë të fshehta, janë ngritura mbi gjëra të këqija, mbi kurth, mbi planifikim të fshehur, që shumicën ne nuk e njohim. Madje thot, ndoshta nuk e njohim fare. Thot, nuk na shfaqin ne për këtyre planeve që ata thurin, vetëse ne jemi në të vërtetën, ne jemi thirrës tek e vërteta. Pra, thurin plane me humbrinin, ama ty të shfaqen sikur janë njerëz të vërtetës. Pra na shfaqin se janë të vërtetën, thirrës tek e vërteta, por se nga shenjat e tyre ne i dallojmë. E dim që këto janë pretendime, pra kur ata thonë që ne jemi të vërtetën, ata pretendojnë. Kur ti diskuton me shumë prej ta, do t'i gjesh që nuk e do të vërtetën. I ngren atij argumentin, ai se ecën sipas argumentit. Dhe prej edukimit tyre është, un jam prej filan, e njëjta gjë. Un jam prej filan fisi, nëse fisi im humb, un humb, dhe nëse fisi im uzohet, un uzohem. Thot, me këtë lloj medhhebi ata janë përqendruar shumë dhe kanë pasur sukses. Kuptohet, sukses për shërb këtu. Thot, pra, un kam diskutuar me shumë prej tyre, doktora, kam marrë doktoratur. Thot, nxënës hecin me këtë lloj rruge, me këtë lloj metode. Gjithashtu gënjejnë, gjithashtu bëjnë hile, bëjnë mashtrime, pra kanë metoda ndryshme. Në vend tjetër thot, Allahu më shëroft, Shebi Mbazi është duke fol për tabliksa. Shebi Mbazi thot, pra është pyetur kush e di sa pyetje rreth tyre. Thot, pra ka folur se ato kanë shirk, kanë gjëra të kota, kanë bidate, ka paralajmëruar nga dalja me ta, pra mos me dal me tabliksat, mos me u shoqëruar me ta. Vetë se një dietar që t'i mësoj ata dhe t'i shpëtoj nga humbja e tyre. Ngjoni fjalën e shehut. Ne respektojmë Shebin Bazin, Allahu më shëroft. Por se themi as dietari mos dali për. Pse? Sepse ata nuk ngjojnë askënd. Nëse dietari del me të, ata duan të bëjnë me dietarin çai do qefi atyre. Duan thotë që me anë dietarit peshkojnë të rinjt, pra ta përdorin si mburoj. Është një vëlla thotë që i kërkuan që dali me ta për një javë. Insistuan, ai tha unë nuk kam mundësi. Insistuan, i tha atëherë, në rregull, nëse unë dalu betua, nëse unë do shoh gabim, unë do ju këshilloj. I thanë, mirë se erdhe, ne gëzohemi, dalësh me ne, po pe gabime nuk ka problem. Momenti që i pa duke bë gabime dhe i këshilloj, thanë, po dush o sheh ktheu. Pra me një lloj metode thu si mjalti, si mëndafshi, ktheu o sheh. I bën presion derisa u kthye.
Erdi tankohesh te imami tabliksave në Medinë, Sejid ibn Ahmed. I tha kshu, pra ata insistuan që unë dal me ta, pra nuk desha unë, ata insistuan. Thot që dal me ta, i sqarova atyre se unë nuk hesht, po pash diçka do t'i këshilloj, ata e pranuan këtë kusht. Thot kur pash gabime unë i këshillova. Dhe ata çfarë? Than ktheu, mos rrimene. Gjoj si shpërgjigjej. Ka thënë po, nëse del me ta, s'duhet kundërshtosh, s'duhet refuzosh. Si thot tani, kjo është ajo pse unë e osolla gjithë këtë, thot shehu si sufistat, madje gjithë grupacionet të edukojnë se ti s'duhet kundërshtosh me hexhin sufi. Mos kundërshto se do përjashtohesh. Gjoje? Pra mos i tregoj historinë, tregoj që gjithë kështu veprojnë, Allahu na rrit. Ama i pat fjalën e imamlarëve dhe dietarëve. Thot Allahu më shëroft, pra kur një njeri i kundërshton ata nga brenda tyre ose nga jashtë tyre, njerë për të. Pse? Se po kundërshtove, ti përjashtohesh. Sepse njeriu të kotës nuk do vetë se ti edukoj njerëzit sipas kotës vet, pra që ti tërheqi njerëzit tek e kota. Dhe e fundit dhe mbyllim me këtë, tregon për një prej kutubinëve, prej huancave që shehu ka kritiku, por se fatkeqësisht e pjesë e njerëzve ka shfaq synetin, është Abdurrahman Abdul Khaliq, thot tek një libër i tij, thot Abdurrahmani tek ky libër dhe tek librat e tij ka hecën në këtë rrugë që sajon shpifje, thot hamendësime të kota. Pse? Ngjojeni, sepse ai dhe ata që janë si ai kanë edukuar një brez sufist, ose kanë edukuar një brez sipas rregullit sufist. Ai dhe ata që janë si ai kanë edukuar një brez sipas rregullit sufist. Në shtrou, mos kundërshto se do përjashtohesh dhe i si i vdekuri para ti që e lam. Dhe kur është rrit një brez i tillë, kur është edukuar një brez i tillë, imagjino sa e vështirë që këta të kthehen te vërteta. Lutim Allahun që të jetojmë në Islam dhe në Sunet dhe të vdesim në Islam dhe në Sunet. Lutim Allahun që na bëj qartë vërtetën siç është dhe të na mundsoj ta pasojmë atë dhe të na bëj qartë kotën ashtu siç është e kota dhe të na mundsoj që të largohemi prej saj. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Edhe ju dhe gjithë.